Përshëndetje të dashur, në këtë video do të flasim për foljen benutzen, e cila nënkupton pra të përdorim diçka. Dhe kjo folje shpesh pra përdoret në përditshmëri, pra në të folurit e përditshëm, praktik, prandaj dallohet nga folja tjetër verwenden, e cila pra është pak më formale se sa folja benutzen, pra përdoret shpesh në shkrime, udhëzime e kështu me radhë, pra gjuhë formale dhe jo formale, benutzen jo formale kurse verwenden formale. Tani do të marrim disa shembuj, Beispiel, pra nënkupton shembull. Ich benutze mein Handy jeden Tag. Ich benutze, unë e përdor, pra unë e përdori mein Handy, telefonin apo celularin apo telefonin e dorës, jeden Tag nënkupton për çdo ditë. Pra, si që thamë pak më herët, objekte ose mjete. Pra në më së shumtin e rasteve. Kurse, fjalia tjetër, bitte benutzen Sie den Aufzug nicht, tash tu kemi bitte benutzen Sie, nënkupton kur i drejtohemi dikuj me respekt, ju, pra mos e përdorni ashensorin, ju lutem mos e përdorni ashensorin. Pra, verwenden nënkupton pra me përdorë. Wir verwenden diese Methode im Unterricht. Pra, e ka kuptimin njësoj që përdorim, sikurse edhe benutzen, por në mënyrë formale këtu. Pra, çka bëjmë ne? Wir nënkupton pra ne, verwenden e përdorim diese Methode, këtë metodë im Unterricht, e cila nënkupton pra mësimin, në mësim. Sie verwendet eine App zum Lernen, çka do me thonë pra, sie, ajo, vajza pra. Verwendet e përdor, sie verwendet eine App zum Lernen, pra një app apo një aplikacion për të mësuar, zum Lernen. Pra, nëse ju pëlqen videot e mia dhe mësimet, ju kisha lutë që të abonoheni, faleminderit që ndoqët mësimin, pra mos harroni edhe një herë të abonoheni në kanalin tim Deutsch mit Magbule. Bis zum nächsten Mal, tschüss.